Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo. Sa bukur, e? Sa bukur kërcen për 1 maj. Po, për 1 maj. Tani, me që se jemi të 1 maj, ishim dhe në pjesën e parë dhe do vazhdojmë me 1 majin, sepse ne kemi pak, jemi jo koherent gjemi me thënë drejtën. Pse? Tani, ti 1 majin qa e ke përshë? Fest apo protest? Fest, unë gjithë ditë nga liçeni sot. Ja, patrazhistja ka fest. Ne kemi protest. Vazhdoj traditën, më falë, që në kohën e Xhaxhit, ne nuk kemi protestuar ndonjëherë. Bënim parada për 1 maj. Kjo tregonte që punëtorët ishin mirë, ishin të kënaqur me shtetin, me punëdhënësin. Ashtu jemi akoma. Tani, Xhemi, që ta shpjegoj ty dhe publiku që po na ndjek në këto momente. Sindikatat në përgjithësi, pra 1 maji, është një ditë proteste, le të themi, për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve, për kushte më të mira pune. Po çfarë ndodh në Shqipëri? Sepse sot pikërisht sot do flasim për vdekjen klinike të sindikatave. Ç'do të thuash ti më këtë? Ta shpjegoj unë ty tash. Unë dhe ti jemi punëtor. Jemi. Unë punoj më shumë se ty, apo s'ka lidhje fare? Si më punojmë, çfarë si ka? Thash kot. Dhe duhet jemi pjesë e një sindikate unë e ti, e kupton ti? Sindikata e kujt? E gazetarëve? Ti për shembull te sindikata moderatorëve, unë te sindikata aktorëve, po ti je te sindikata majtas? Unë jam te sindikata djathtas. Sekond mor Juli tani se sindikatat nuk duhet të kenë ngjyra politike. Nuk duhet të kenë, e vërtet, po te neve ka, se janë 2. Sindikata është një dhe e vetme. Jo, janë 2. Përfaqëson të drejtat e punëtorëve. Ke shumë të drejtë, po kësaj radhe ke shtrembër, nuk ke drejt, sepse janë 2 konfederata që është majtas dhe bashkimi sindikatave që është djathtas. Ju keni 130.000 punëtorë që i mbroni dhe me interesat, ne kemi 80.000. Kaq pak? Jo, pas ka dhe më keq. Jo, po ne jemi të admi se jemi në opozit. Ju keni kondër. Ne jemi në opozit. Kuptova. Dhe nuk ka mundësi, nuk është e mundur, se si në një vend si Shqipëria pra, ku punëtorët kanë 1 milion halle, 1 milion probleme, sindikatat të jenë të majta dhe djathta. Po mi, pra më thuaj pak se çfarë bëjnë këto sindikata me 1 maj, këtë më thuaj. Tash ç'a bëjnë? Çfarë duhet bënin ta them unë, po ç'a bëjnë? E shohim. 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, protest apo fest. Në Shqipëri është fest zyrtare, pushim për administratën shtetërore. Ndërkohë, në gjithë botën, kjo datë përkon me tubime dhe protesta, jo politike, por nga sindikatat. Po sindikatat tona çfarë bëjnë? A bëjnë protesta, tubime, grevaurie, reagojnë për ndodhi, vdekje në punë, largime të punojësve nga puna, dhunime, mosdhënie në rrogave? Partitë arritën të privatizojnë edhe sindikalizmin. Dhe kjo është gjë më e keqe që mund të ndodhi një vendi, sepse në gjithë botën ato që ngrihen sindikatat, nuk ngrihet partitë. Partitë nuk bëjnë as revolt, as protest, as absolutisht asgjë. Nëse do kishe sindikalizëm, të jeni të bindur që asnjë qeveri në Shqipëri nuk do të kishte bërë dot 4 vjet. Fillimisht, pas viteve 90, është themeluar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura në Shqipëri. Aktualisht në krye të saj është zoti Gëzim Kalaja. Çuditërisht, ky kryesindikalist është rreshtuar në krah të Partisë Demokratike. Madje ai ka dekoruar edhe ish-presidentin dhe ish-kryeministrin Sali Berisha si simboli i sindikalizmit në Shqipëri. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë i jep zotit Sali Berisha, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, medaljen e lartë nderi sindikalizmit shqiptar me motivacionin për kontributën e dhënë në themelimin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë dhe si lider kryesor i proceseve demokratike në Shqipëri. Tiranë me 18 maj 2013. Që është hera parë dhe mund të futemi ta quajmë atë librin Guinness që një sindikat i jep dekorat kryeministrit. Është oponencë e çdo lloj qeverie. Historia që fshihet pas këtij dekorimi lidhet me pronat e sindikatave. Për shembull, ish-kambi i punëtorëve në Pogradec është kthyer në biznes që për koincidencë quhet Kalaja, mbi emrin e kreut të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Godina është në pronësi të sindikatës e minatorëve, ndërkohë që kohët e fundit
është regjistruar edhe trulli prej 12.500 m2 me vlerë 131 milion lek. Fatkeqësisht sot punëtorët nuk gjejnë absolutisht asnjë lloj prone, sepse kryetarët e sindikatave pronet i kanë përdorur për çështje personale dhe nuk janë marrë kurrë me sindikalizmin, po problemi ishte te administrimi i këtyre pronave, të cilat sot nuk janë më ose janë titërsuar, janë bler, janë vënë në emër të vetë sindikalistëve. Sindikatat në këtë vendin ton të vogël janë dy dhe çudia është se njëra është e djathtë dhe tjetra e majt. A thua se janë parti politike? Ata thonë që mbahen nga kotizacionet e punëtorëve, por ne nuk e dim se sa pagojnë punëtorët me hallet e tyre. Po vdekje klinike për të vetëm arsye sepse edhe kë pak punëtorë që janë në Shqipëri nuk kanë sindikat, nuk kanë mbrojtje. Nuk kemi asnjë lloj proteste të sindikatës. Në krahun tjetër të sindikalizmit qëndron Konfederata e Sindikatave Shqiptare, me në krye Kol Nikollën. Kjo konfederat u krijua si zgjatimi i Bashkimit të Profesioneve Shqiptare, një lëvizje para viteve 90. Sërish, edhe kjo konfederat trashëgoi prona në gjithë Shqipërinë. Të dyja krahat kanë nga një sindikat në krah, siç është Konfederata dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura, por i vej në për tavolina se ç'lidhje ka që t'i vej në për tavolina sindikatët, vetëm këta e dinë. Por këto sindikata a janë zëri punëtorëve? A funksionon ish shtëpitë e pushimit të punëtorëve? Fiks fare ka mësuar se ish kampet e punëtorëve dhe shtëpitë e pionerëve i u dhanë sindikatave me dekret e presidentit të atëhershëm. Menaxhimi më passhëm ka sjell tjetërsimin, shitjet, qërat e gjata, degradimin e godinave. Ato trashëguan pronat e të gjithë kampeve që ishin, se ka pas shumë prona sindikata, i morën dhe i ndanë në dy pjesë. Një pjesë ja dhanë Konfederatës, e cila u krijua më mbrapa Konfederata, ose rrjedha e Bashkimit Profesionale të themi. Konfederata mbajti një pjesë të pronave dhe pjesën tjetër e mori Bashkimi i Sindikatave të Pavarur Shqipërisë. Por ajo që është e keqja nuk është problemi, sepse po të ishin edhe i takonte ti merrte normale, po problemi ishte te administrimi i këtyre pronave, të cilat sot nuk janë më. Por kush duhet i kontrolloj dhe hetoj këto sindikata? Një nga themeluesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, zoti Fatmir Mërkoçi, thotë se duhet një vetting i plot. Vettingun e kësaj e ka për detyrë ta bëjë kontrolli i lartë i shtetit. Një e para dhe e dyta ka për detyrë ta bëjë prokuroria, sepse duhet të kuptojë një gjë që duhet ta themi më mirë. Troç, ashtu siç është pas çdo prone të sindikatës ka një politikan. Nëse do kishte sindikata në Shqipëri, nuk do kishte ky shkatrim i Shqipërisë. Jeni të bindur. Të gjithë të uzina, fabrika nuk do shkatroheshin dot. Nuk do kishte mundësi shkatrimi se do ishte sindikata. Hajde. Nuk e kuptoj, se si rrin kaq urt. Po si nuk del njeri të protestojë, more? Hëde pse? Po të paktën ju të djathtit, sindikata juaj të dalë tani në protestë, meqense jemi ne në pushtet. Po hëde pse? Po hëde pse? Se që kur morën pronat i Xhemi, pronat? Po, kanë marrë ca pronat. Ta shpjegoj punën e pronave, se pas viteve 90 me dekret të presidentit të asaj kohe, u kthyn pra ato pronat që ishin të Bashkime profesionale dikur, ju dhanë sindikatave. A ti po thua për shembull për kampin e punëtorëve? Po, këto prona, po. Janë privatizuar? Po, kanë marrë sindikata. Bukuri, shumë mirë. Shkojnë punëtorët aty tani, bëjnë pushimet aty? Ja, pyetja kthehet me pyetje. Më fal, unë edhe ti për shembull që jemi punëtorë sindikatave, kemi shkuar ndonjëherë te kampi punëtorëve ndajt? Ke shkuar ndonjëherë ti me fjet atje? Kam shkuar, po s'kishte asgjë në atë kohë. Erdha se jam punëtore. Tani, ke shumë të drejtë, por problemi është se këto prona i kanë kthyer në biznese me motor, po fitojnë lek. Më mirë e bëjnë të ti, se nuk është se i kanë vjetur, shteti ja ka dhënë. Po janë për punëtorët, më janë për sindikatën. I shteti ja ka dhënë, okej që ja ka dhënë shteti, po për çfarë e shfrytëzon? Çfarë bëjnë këto sindikata aktualisht? A mbrojnë punëtorët, bëjnë protesta, greva apo kanë dalë në mbrojtje të punëtorëve? Dhe nëse bëjnë, si u zgjidhin hallet, ca majtas e ca djathtas? Fiks fare shkoj te të dyja selit e sindikatave për t'i pyetur nëse do të organizonin ndonjë protestë, tubim, grev apo nëse kishin kërkesa për qeverinë, duke përfaqësuar plot 200.000 punëtorë. Konfederata është e majtë dhe BSPSH-ja është e djathtë. Se ndarë në këtë nivel? Dgjoj, në gjithë botën janë 2 deri në 4 sindikata. Neve do të festojmë kemi festuar çdo vit 16 majin, si ditën e fillimit të grevës përgjithshme. Ju sa punëtorë keni në Shqipëri? Janë të regjistruar të antarësuar të BSPSH? Janë gjithsej
Të antarësuar janë 80.000. BSPSH-ja është e majtë apo e djathtë? BSPSH-ja është formuar me frymën e pluralizmit në Shqipëri. Fryma të djathta? BSPSH-ja dhe sindikata minatore është krijuar në një kohë që ka qenë lëvizja më e madhe në Shqipëri. Ne jemi krijuar për herë me Partinë Demokratike. Ne jemi fryma e djathtë. Ka qenë organizimi i fundit që ju keni protestuar, pothuajse në gjithë Shqipërinë? Me 16 maj. Në 16 maj do bëhet protest apo fest? Me 16 maj është forma e protestës tonë. Këtu jemi tek godina e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Është kjo godinë 4 kaçe e ndërtuar kohët e fundit. Më parë, kjo sindikat ka pasur pronat e saj në kombinat. Sa punëtor keni? Ne kemi 120.000 punëtor. Keni organizuar një protest në 1 maj? Do organizoni protest? Nga te përmerë. Është fest apo protest? Protest, nuk bëjmë festa. 1 maj nuk e njohim për fest. Punëtor nuk e njohim për protest. Kjo është godinë që ka ndërtuar Konfederata? Po. E ka bler? E ka bler. Mund ta dim vlerën? Në qenë se ju përfaqësoni 120.000 punëtor. Dhe këta 120.000 punëtor, kontributet e tyre, dhe ata kanë të drejta të dinë. Era kësaj konfederate, e kësaj godine është 120.000 punonjës. Sa është vlera? 120.000 punonjës para. Sa është vlera? Po nuk e di vlerën, se vlerat nuk merre me shifra. 1 milion, 2 milion euro? 2 milion mund të 1 milion. Kontributet e të gjithë punëtorëve? Po. Që kanë shkuar te kjo godinë? Po. Vlera e kësaj godine është 120.000 punonjës, kaq. Vlera të tjera kemi shumë gjëra të tjera, ne kemi të ardhura të tjera. Po, kemi të ardhura të tjera, se kemi prona të tjera, kemi qera, kemi gjitha gjëra. Ne kemi ne ka dhënë shteti me qeveria, presidenca me dekret president. Pra 130.000 punëtor Majtas, të sindikata Majtas, 80.000 punëtor të sindikata Djathtas. Ne është bërë ndonjëherë ndonjë protest, ndonjë grev për shembull, ë? Po qa flet më, po këtu ka 1.000 hallë punëtorë, po as si grev as si protest, sepse tashmë pra janë të kënaqur, domethënë që paguhen atë zezë, që punojnë orar pa orar. Jo, mos janë të kënaqur punëtorët ankohen, po këta që drejtojnë këto sindikatat janë të kënaqur se kanë marrë pronat, kanë kry punë dhe kanë ulë zërin. Pra flasin ullët. S'ka protesta, Fare? Ja, për shembull, në Pogradec, që ta dish një ish kampi punëtorëve, është aty, ekziston, po patjetër, dhe për çudi, emrin ka mbi emrin e kryetarit sindikatës. Kalaja? Kalaja, po. Oh. Po si ka mund të... Po, dëgjoj, jo, shumë mirë që quhet Kalaja tani. Kjo duhet të jetë një koincidencë shumë e bukur në fakt, si do ta quanim? Minatori? Punëtori? O tingëllon dhe bukur, more? Shumë bukur tingëllon, po problemi është që është pak si biznes, se kupton, ajo është një pronë që është marrë për tjetër gjë. Megjithatë, është koincidencë. Koincidencë. Ose merr kështu me këto cicnicet e vogla. Ju si Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë, sa punëtor përfaqësoni? 81.000 punëtor. Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë dhe Sindikata Minatore për Shqipërisë kanë lindur në Partinë Demokratike. Kanë një ditë që kanë lindur bashkarisht. Dhe ju jeni me Partinë Demokratike? Po sigurisht që po. Edhe Konfederata që është këto është me Partinë Socialiste. Pse është kjo ndarje? Ju e dini mirë. Jo, e dim shumë mirë, prandaj ju pyeta, pse ju? Jemi ndarë që nga viti 1990. Po të mbani krah politik. Kjo nuk i ndihmon 80.000 punëtor. Tani po ja them prap. Tu po flet si politikan, nuk po flet si sindikalist. Unë jam sindikalist. Jo, duke qenë se do shkoni në mitingje, duke shkon, nuk zbesoj që t'jeni sindikalist. Nuk japim ne se a duhet të shkojmë në partinë, a do të shkojmë në protesta apo nuk do shkojmë. Jo, ju nuk shkoni protestë, shkoni dhe mitingje, shkoni dhe fushata elektorale me partitë të caktuar. Kemi drejtat tona. Aq më tepër që keni dekoruar dhe ish president dhe ish kryeministrin me Kemi bërë shumë mirë. Ne kemi bindjen tonë për këtë punë. Pronat e sindikatës, pronat e konfederatës. Çfarë është bërë me këto pronat? Ata që janë në shërbim të punonjësve të Shqipërisë. Si janë në shërbim? Unë po të them ty. Në çdo vit Bashkimi i Sindikatave të Pavarura Shqiptare ngutove dërgon 200 vet ose 250 veta nëpër kampet ngutove për të pushuar. Pjesa më e madhe kampeve janë dhënë me qera, janë tjetërsuar. Kampi Dajtët është i shkatruar që nga viti 1990. Në Pogradec vijon. Në Pogradec vijon, matje hotelin mban dhe emrin pronarët. Për këtë ka ardhur. Jo, nuk ka marrë për këtë. Për emrin tim Kalaja që është Hotel Kalaja. Është një nga pronat, po, që ka Hotel Kalaja. Pastaj që kanë emrin tim.
Keni lidhje me atë pronë? Ja, absolutisht. Nuk është juaj. Është pronë. Nuk është juaj. Nuk kam përfituar familjarët e tu me pronat, nuk kam përfituar nga pronat e Bashkimit Sindikat. Sindikalizmi apo mora për pronat? Për të gjitha erdha për të pyrë. Marova puna. Për të gjitha po ju edhe një herë. Ju nuk keni lidhje. Kampin e përgatitjes e kanë marrë pronarët. Sa restorante me mbiemrin Kalaja, të gjithë janë të mirat. Jo, ne po flasim për pikërisht këtë pronë. Po e mbyllet intervistën. Ju përfaqësoni 80.000 punëtor, merrni kotizacioni, keni pronat, keni dhe pronat, administroni dhe pronat, dhe ndaj po ju pyesin drejt për drejt. Jo pash. Ndaj po ju pyesin drejt për drejt. Tani po më fole si politikan, më fole si biznesmen. Nuk më fole si sindikalist. Mos meth më tash. Gëzim Kalaja u cilësua si djathtë, po Hajdar Sinani, sekretari organizativ i Konfederatës, si e cilëson sindikatën ku bën pjesë. Ju jeni Konfederate majt apo e djathtë? Ne jemi Konfederate punëtorëve. Partitë janë të majta djathta, sindikata është gjithë e majt. Konfederata? E majt është. Ore thash. Ju jeni vetë. Të majt apo djathtë? Sindikatat janë të majta, ne jemi të majt. Të dy ishin tepër nervoz. Ne nuk i akuzuam për vjedhje, por thjesht u kërkuam që të përcjellin zërin e punëtorëve që përfaqësojnë. O të kyçën e sindikatës. Ne kemi kështu, këta ka kështu. Nuk e kuptova gjithë nervozizëm, me thënë të drejtën. Jo, asun se kuptova, po shiko sa bukur thot. Po normal me thotë që është e djathtë thot, se është themelu. Edhe është normale, është themelu në të njëjtën ditë me PD-n. Patjetër e respekton. Ditë e shenjtë, po. Tani kur do vim ne në pushtet, që ta arrisim sindikatën ta çojmë më shumë se ju. Ka 130.000 që keni ju, ta çojmë 157.000 e tjerët. Edhe po ndodhi kjo pastaj, do i përfaqësoni juve hallet e punëtorëve, ë? Tani kjo është pyetja. Do ngrini zërin? Tani kjo që bën Xhemi është pyetja $1 milion. A do t'i përfaqësojnë hallet e punëtorëve këta dy sindikata që s'ka nevojë me qenë 2 e 6 e 17, po mjafton një e madhe e fort dhe që të ketë tamam në prioritet hallet dhe problematikat e punëtorëve, të cilët s'kan minimumin etik, të cilët kanë pagat vogla, të cilët kanë kushtet këqija pune e kështu me radhë. Dhe jo, dy sindikata, dy grupime sindikatash që njëri majtas për sa kohë trim pushtete majta. Edhe që mban edhe nga kotizacionet e punëtorëve, ë? Po, punëtorët që gjysma mund të jetë pa punë. Çka kotizacion? Ai 2000 lekë shtyre i mban. Ai 2000 lekë i mban, po. Dhe pjesa tjetër, djathtas. Pra, mirë thot Xhemi, po ju djathtit pse s'protestoni kur janë këta majtas? Se as ata majtas nuk do protestojnë kur t'jemi ne djathtas. Janë mirë, kur të themun që janë mirë, po s'më dëgjon. Kështu që unë shpresoj shumë që të kemi një ndërgjegjësim në këtë drejtim edhe nga punëtorët që janë antar, le të themi, këtyre grupimeve të sindikatave, që, shiko, një maj tjetë një ditë, jo vetëm një maj, mëse një maj është një ditë. Ti fole shumë bukur, po mirë unë që isha në piknik sot, po ti pse s'dolet protestoja? Këtë më thuaj mua, se ke 2 orë këtu që s'pushan. A më ftove vete pikniku jo dhe erdha? Si mund t'i thoja mu pikniku tënd jo, dhe shkoja tjetër që të gjirem? Barbekys time, qofteve të mija jo. E këtë qërë punëtore me barbeky, me proshutra, me... Ku diun me ato s'qaka jo, si ka jo, shnitse. Ku diun ti hëngre ato? Edhe adiku e bëm piknikun, në gjitë me kampin e punëtorëve. Ndajt, që t'jemi... Nga liqenit thash po se ke mundjen. Apo e drejt, që t'jemi punëtorë... Në sa piknik që ke qënë sot? Urdo? Publicitet, në sa piknik që ke qënë sot? Që s'di ku ke qënë? Isha të sindikata tjetër.